Pas dhunës ndaj gjestit nga Jozi, Xheneta Fetau reagoi publikisht përmes një postimi në rrjetin social X, duke shprehur mbështetje për gjestin dhe pse dysha tashmë janë të ndarë. Kushdo me pas qenë në vendin e gjestit kisha reaguar njësoj, sepse është sjellje që nuk më duket normale dhe aq më pak me prek dikënd. Shkroi ajo duke nënvizuar se ndjeshmëria e saj rritet sidomos kur përmendet familja. Unë jam e lindur me qenë mirënjohëse dhe nuk harroj që kur është përmend familja ime, ai ka qenë afër meje. Ndërsa një ndjekës e akuzoi për hipokrizi duke i kujtuar dhunën në ekran ndaj një vajze, Xheneta u përgjigj ashpër. E kam thënë dhe po e them prap, nuk është zgjidhje e duhur, por në momentin që preket familja ime nuk duroj dhe normalisht që reagoj. Shkurt shqip, për familjen time jam në gjendje dhe jetën me dhënë, deklaroi Xheneta Fetau, duke sqaruar kështu një herë mirë fancat e saj, por jo vetëm. Na duhet të rikujtojmë se që pas sulmit ndaj gjestit nga Jozi, Xheneta është bërë mjaft protektive ndaj tij. Se çfarë do të ndodhë mes tyre na mbetet vetëm të presim, sidomos tani që gjesti ka konkretizuar lidhjen me Igli Takon. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.